Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin në Monitor TV për të komentuar rreth ngjarjeve më të fundit që kanë të bëjnë me personazhet publik. Do të flas tani për Gjestin edhe për Gimbon, dy miq shumë të mirë, dy shokë që në fakt vazhdojnë të komentohen. Vazhdohet të flitet për to, vazhdohet të analizohet për to, ka lajme të ndryshme. Në fakt, kur shfletoj lajmet, shoh tituj bombastik, marrëdhënie e krisur, shoqëri e prishur, marrëdhënie e dështuar, shoqëri e krisur, domethënë ka lajme bombastike rreth Gimbos edhe rreth Gjestit. Kjo që në fakt nuk kupton për Gimbon dhe për Gjestin, që në fakt janë një dyshe që tek publiku kanë krijuar një pikë pyetje. Tani, unë kam siguruar një fotografi dhe kam arritur që të marr informacione. Marrëdhënia e Gimbos edhe Gjestit vazhdon të jetë shumë e bukur. Shokët nuk kanë asnjë lloj problemi, do të thënë nuk është as Selina problem, ashtu siç në fakt disat nga portalet mundohen që ta nxjerrin që Selina është sebepi që gjasme pas kërkandar këto dy shokët. Thjesht të dy çunat janë fokusuar tek profesioni, janë fokusuar tek e ardhmja. Unë e them gjithmonë, Big Brother është një shans i cili duhet përdorur pastaj. Ato që din ta përdorin ja marrin më të mirën, ndërsa ato që nuk din ta përdorin realisht nuk ja marrin të mirën. Dhe me patjetër që Gimbo do të jetë i fokusuar edhe tek karriera, sepse karriera tashmë është arma më e madhe që Gimbo do të siguron në të ardhmen. Do me thënë Gimbo po siguron një karrierë shumë të bukur, po siguron një karrierë shumë pozitive dhe dhuron vërtet energji të mirë në jetën e tij. Do me thënë e shpërblen veten me të mira. Dhe në këtë rast, unë shoh një Gimbo pozitiv, unë shoh një Gimbo energjik dhe një Gimbo që di të na dhuroj vetëm potencial të ardhmë. Marrëdhënia është e bukur, do me thënë nuk ka krisje mes shoqërisë, edhe pse Gjesti në fakt ka ditë shumë të vështira, prezenca, do me thënë, e situatës në jetën e Gjestit të gjykimit dhe shumë gjëra të tjera, po gjithsesi ai mundohet që të jetë pozitiv dhe mundohet që të jetë afër tek publiku. Do me thënë, Gjesti është gjithmonë pranë nesh në të gjitha dimensionet. Shokët janë që të dy shumë okej dhe marrëdhënien e kanë shumë të bukur. Do me thënë, të gjitha të fjalë të cilat fliten edhe shkruhen për këtë dyshe janë fjalë të rrejshme.